Hristian Mickoski e ka nisur fushatën parazgjedhore pa asnjë rezultat në asnjë fushë. Ekonomi, bujqësi, shëndetësi, arsim, diplomaci, absolutisht asgjë. Thonë nga LSDM-ja duke dalë me akuza se kryeministri Mickoski dhe presidenti serb Vučić nisin operacionin që ata e quajnë Llumi, duke e konsideruar si fushatë të tensioneve ndëretnike, përçarjeve dhe urrejtjes. Socialdemokratët thonë se zgjedhjet i shpalli Vučići, ndërsa i duhen dhe Mickoskit, pasi siç pretendojnë, nuk mund t'i përballojë edhe një palë zgjedhje të humbura të mentorëve të tij, siç ndodhi me Orbanin. Çka ka të re? Tema e vjetër, tensionet ndëretnike dhe marrëdhëniet në Maqedoni. Një konflikt i sajuar me qytetarët shqiptar, e gjithë nën regjinë e Aleksandr Vučićit. Satelitët në Maqedoni kanë marrë detyrë të re, ndërsa mbështetja po vjen nga rajoni. Prandaj në Maqedoni, te Stojkoviqi për vizitë mbërriti kryetari i SNS-s Miloš Vučević. Mediat serbe pas disa ditësh fillojnë punën. Gazetarët tashmë janë në pozicionet e tyre, vetëm presin të shtypet butoni i nisjes. Koha e përçarjeve po fillon. Startin e dha Mickoski në Ilinden. LSDM-ja thotë se aksioni i parë tashmë ndodhi, duke përmendur provokimin e Mickoskit në Prespën e vogël, ku pasoi dhe reagimi nga Shqipëria. Sipas tyre, kjo është vetëm fillimi, ndërsa fushata po nis me temën e vjetër, tensionet ndëretnike dhe marrëdhëniet në Maqedoni, një konflikt i sajuar me qytetarët shqiptar, e gjitha nën regjinë e Aleksandr Vučić, thuhet në komunikatën e LSDM-s.